E një gati? Përshëndetje gjithë mediave prezente dhe gjithë atyre që po na ndjekin tani përmes transmetimit të drejt për drejt. Sipas informacioneve që kemi deri tash në lidhjen demokratike të Kosovës, procesi i votimit është duke u zhvilluar në mënyrë të rregullt dhe pa probleme serioze. Deri më tash nuk kemi pranuar ndonjë raportim serioz për ndonjë parregullsi të theksuar që do të mund ta cënonte mbarvajtjen e procesit zgjator. Vëzhguesit tanë janë pranishëm në të gjitha qendrat e votimit dhe po përcjellin nga afër procesin duke raportuar në kohë reale për zhvillimet. Dalja e qytetarëve deri në këtë orë kur po flasim është rreth 15.10%, gjë që tregon për interesimin e qytetarëve për të dalë pra për të qenë pjesë e procesit vendimarrës demokratik në këtë ditë të rëndësishme për Kosovën. Me këtë rast dëshirojmë t'ju bëjmë thirrje edhe një herë gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës që të dalin ta shfrytëzojnë të drejtën e tyre të votës, që të votojnë pra në këtë ditë të rëndësishme për vendin, të shfrytëzojnë drejtën e tyre kushtetuese dhe demokratike, sepse çdo vot ka rëndësi dhe çdo qytetar ka mundësinë të kontribuojë në përcaktimin e drejtimit të vendit. Ftojmë gjithë pjesëmarrësit gjithashtu që të ruajnë qetësinë, dinjitetin dhe frymën demokratike deri në përfundimin e procesit të votimit. Kaq për këtë paraqitje të parë të LDK-s, me siguri që do të kemi edhe paraqitje të tjera gjatë ditës. Nëse keni pyetje, ju lutem urdhëni. Po, urdhën. Cili është komenti se kryetari i Partisë Liberale gjithjane Beton Berisha e ka padit se i ministri i administrimit kushtetit të vend Elber Krasniqi po ndihmon të shpëtarë. Po e pam nëpër media këtë denoncim që ka bërë zoti Berisha, mirë e ka bërë, i bëjmë thirrje edhe ne si LDK që të kenë kujdes të shtruar gjithë palët e përfshira në këtë proces elektoral, veçanërisht të partisë në pushtet, pra ose të partive në pushtet, pra që ta ruajnë qetësinë, të mos bëjnë presion tek qytetarët. Tani policia është duke marrë me rastin, presim që do të procedojnë tutje me masa të tjera. Pyetje të tjera? Torna. Me orës në zedit djetorit. Cili është komenti juaj se dalja do të ketë akoma me vogël në këtë zedit ka asë në zedit djetorit? Po besojmë shumë që jemi ende në mes të ditës, ose pas dite tani, ka ende kohë, orë në vazhdim, prandaj edhe e shfrytzuam këtë moment pra këtë konferencë për media, që t'i ftojmë gjithë qytetarët që dalin, t'japin votën e tyre në këtë proces votimi. Besojmë që deri në përfundim të procesit do të ketë dalje edhe më të madhe të qytetarëve. Kjo është edhe kërkesë dhe apel i LDK-s. Faleminderit shumë. Mirupafshim në konferencat e radhës.